2 muaj pas zhvillimit të provimit të parë nga 2 provimet eksterne, Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikoi rezultatet përfundimtare të sesionit të maturës së qershorit, pas shqyrtimit të ankesave. Nota mesatare nga të 3 llojet e maturës është 3.66. Për maturën shtetërore, mesatarja është 3.62, për maturën shtetërore profesionale 3.91, ndërsa për maturën shtetërore artistike 3.59. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska u shpreh e kënaqur me rezultatet e arritura, duke theksuar se ato janë pothuajse në të njëjtin nivel me mesataren e vitit të kaluar prej 3.69, ndërsa janë më të mira krahasuar me vitin 2024. Kur mesatarja ishte 3.26. Për provimet eksterne të sesionit të qershorit ishin paraqitur 14.587 nxënës që përfunduan arsimin e mesëm në vitin shkollor 2025-2026. Prej tyre 12.184 ju nënshtruan maturës shtetërore, 2.276 maturës shtetërore profesionale, ndërsa 127 nxënës maturës shtetërore artistike. Në provime nuk u paraqiten 348 nxënës të regjistruar, që përbëjnë 2.39% të numrit të përgjithshëm. Këtë vit për herë të parë maturantët ju nënshtruan 3 llojeve të provimit të maturës: maturës shtetërore profesionale dhe maturës shtetërore artistike. Interesimi më i madh ishte për provimin e gjuhës angleze, të cilin e zgjodhen 13.208 nxënës. Në varësi të llojit të maturës, nxënësit patën mundësi të zgjedhin edhe lëndë të tjera si matematika, gjuha frënge, gjermane, ruse dhe italiane, si dhe historia për maturën artistike. Afati i tretë i provimeve eksterne të maturës shtetërore mbahet më 12 gusht.